Shumë faleminderit dhe mirënjohje të 55 eurodeputetëve antar të Komisionit Politikës Jashtme në Parlamentin Evropian për këtë projekt rezolut, e cila reflekton qartazi përparimin dhe progresin e Shqipërisë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, e cila dëshmon qartazi arritjet e Shqipërisë përgjatë këtij viti kur raportohet, se ju kam gjuar shpesh, po të paktën dokumentave referojuni siç janë. Kjo është një projekt rezolut e Parlamentit Evropian mbi raportin e Komisionit Evropian për vitin 2025. Tani që mos bëhemi edhe qesharak brenda këtij minutazhi. Tani Parlamenti Evropian këtë dokumentin do ta miratoj vetë në 16 ose 17 qershor, sepse e ka miratuar komisioni dhe do ta miratoj seanca plenare, se prandaj quhet projekt. Tani na kërkohet që ta bëjmë ne diskutimin përpara se ta miratoj Parlamenti Evropian. Tani mos na bëni qesharak, ne jemi shumë të gatshëm kur ta doni ju. Kur ta doni ju, por ne kemi programuar javën tjetër me 14 maj, kemi diskutimin e raportit të komisionit dhe raportin vjetor që përgatit Shqipëria. Javën tjetër. Tani, kjo historia, për me marrë këtë 2 minutshin këtu, me bërë lajmin, me thënë që ne kërkuam një diskutim për raportin që është projekt rezoluta e Komisionit e Komitetit Politikës Jashtme. Kjo nuk shkon. E para na bën qesharak se ne do presim ta miratoj Parlamentin Evropian dhe besoj që do jemi dhe një delegacion nga ne në seancën plenare të Parlamentit Evropian në 16-17, siç ka qenë edhe një praktik, dhe ndërkohë në 7-8 korrik, 8-9 korrik, kemi dhe Komitetin Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit, ku natyrshëm bashkë me kolegët e Parlamentit Evropian do ta diskutojmë dhe këtë dokument. Por për shqiptarët, projekt rezoluta e kaluar me 55 vota pro, 7 kundër, 7 abstenim të martën, po, kur t'i shohësh, rëndësi ka që të ruajmë edhe seriozitetin institucional. Dhe serioziteti institucional është e mirëpresim diskutimin sa po ky dokument të miratohet, sepse e kërkon edhe një lloj praktike institucionale mes institucioneve. Kështu që kryetar, javën tjetër e kemi debatin për Të përfundoj, lutem. Faleminderit.